Gratë përfaqësuese të partive politike u bashkuan në Gostivar në ngjarjen përmbyllëse të fushatës 16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës me bazë gjinore. Mesazhi kryesor I panelit ishte më shumë vëmendje, veprim dhe përgjegjësi institucionale. Aktiviteti u organizuan nga Shoqata për të drejtat e grave etika nga Gostivari, ndërsa erdhi në ditën ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. Drejtuesja e Shoqatës, Sebajete Zenku, theksoi se viktimat e dhunës nuk duhet të trajtohen sipas përkatësisë partijake, por me solidaritet të plot. U bëri thirrje grave në politik që të mbështesin njëra tjetrën, duke theksuar rëndësinë e koordinimit ndërpartijak në mbrojtjen e viktimave. Qëllimi I kampanjës I këtij aktiviteti të sotëm është që ne si organizatë qeveritare të mbledhim gratë përfaqësuese të gjitha partive politike, gratë të cilat janë sekretare për barazi gjinore të partive në nivel qendror, apo janë kryetare në partitë e tyre sa u përket çështjeve gjinore, dhe qëllimi kryesor I këtij aktiviteti është që këto gra të ulen të gjitha së bashku dhe në një vend të diskutojmë problemin serios që e kemi në shoqëri, është dhunën në familje dhe dhunën në bazë gjinore. Përpos kësaj, rëndësia e veçantë është që këto gra të arrijnë të kalojnë qëllimet partijake të tyre dhe të gjitha së bashku të mund të diskutojnë dhe të debatojnë për një problem kaq serios. Sekretarja e Sekretariatit për Barazi Gjinore pranë BDI-s, Arta Bilalli Zendeli, tha se gratë në politik mund të tekalojnë ndarjet partijake për të qenë të bashkuara dhe solidare. Sipas saj, mbështetja institucionale për viktimat vazhdon të mungojë, prandaj ato shpesh mbeten të vetme përballë sfidave. Krimi, turpi, faji, përgjegjësia në rast të dhunës në familje nuk është I viktimës, por është I kryersit, ashtu siç është edhe të gjitha krimet tjera. Fatkeqësisht, priremi si shoqëri, si mendësi, që në këtë rast t'u ndrojmë vendet kryersit dhe viktimës, gjë të cilës mendoj se ne si gra të partive politike duhet t'i theksojmë, t'i nxjerrim në shesh dhe t'i inkurajojmë gratë që të flasin zëshëm për këtë fenomen dhe t'i thonë stop. Edhe Njomza Shaqiri, drejtuese e Sekretariatit për mundësi të barabarta në Aleancën për Shqiptarët, nënvizoi mungesën e përkrahjes institucionale, duke e përgëzuar punën që bëjnë organizatat e shoqërisë civile. Ajo theksoi se shumë prej detyrimeve që duhet I kryejë shteti aktualisht po I bartin shoqatat që punojnë me viktimat. Ne si gra në politik vazhdimisht kemi qenë platforme trajnimeve dhe platformave të ndryshme të cilat kanë pas të bëjnë me dhunën kundër grave. Në përgjithësi bashkëpunojmë me shoqatat, domethënë jo qeveritare. Në vitin 2019 kemi nënshkruar si parti politike deklarat, domethënë për mbrojtjen e grave ndaj dhunës që inicionte fuqizimin e ligjeve në Republikën e Maqedonisë për mbrojtje dhe siguri ndaj këtyre grave. Për fat të keq, gruaja e cila është në ndikimin e dhunës, qoftë psikologjike, emocionale, ekonomike, fizike, që shpesh herë din të përfundojë edhe me vrasje, në shtetin tonë gjejmë përkrahje ligjore vetëm pasi të ketë ndodhur dhuna. Edhe pse ekzistojnë format legale, duhet popullata të vetëdijsohet ose thjesht gruaja ose edhe burri I cili është prej dhunës të di të raportoj dhunën. Në të njëjtën linjë u shprehën edhe përfaqësueset e VMRO DPMN-s dhe të LSDM Saneta Qiroska dhe Ema Neshkovska, duke shprehur mbështetje për përpjekjet për fuqizimin e grave dhe luftën kundër dhunës në familje. Shoqata etika, e cila prej një viti e gjysmë menaxhon strehimorën për viktimat e dhunës në Gostivar, deri më tani ka strehuar 43 gra nga rajoni I Pollogut me fëmijët e tyre. Përveç strehimit, strehimorja u ka ofruar edhe ndihmën e nevojshme për të ringritur dhe rikthyer në jetën normale. Në përmbyllje, të gjithë përfaqësuesit u pajtuan se lufta kundër dhunës me bazë gjinore kërkon bashkëpunim të vazhdueshëm institucional dhe shoqëror, si dhe solidaritet pa ngjyra partijake.